Shumë bukur në atmosferë, por edhe në temën e bisedës me këtë insert që na çoi në atë që është ndoshta studio dhe shtëpia më e famshme e kryeqytetit, studio Muze Kadare Agolli. Kam kënaqësinë që në program sonte të kem drejtoren e kësaj qendre, zonjën Anisa Ymeri, një kolege gazetare. Gjithashtu mirëmbrëma dhe kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësia është e gjithja imja, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e jashtëzakonshme dhe kontributin tënd të përveçëm në fushën e librave, jam vërtet e nderuar që jam këtu. Të falenderoj, Anisa, bëjmë sa mundemi sepse në këto kohëra kur vëmendja është e përqendruar maksimalisht tek politika, ke ngjarjet e kronikës edhe tek ato problemet e tjera të ditës, vëmendja ndaj librit dhe ndaj kulturës në përgjithësi është e mangët. Kështu që unë përpiqem të jap më të mirën edhe të bëj maksimumin që ndoshta njerëzit të gjejnë edhe një hapësirë, një oazë të bukur për ndryshuar disi atmosferën. Është kontribut vërtet i megjithëse është e vështirë. Atëherë flasim për një nisëm shumë të bukur që studio Kadare Agolli ka ndërmarrë në ditën ndërkombëtare të librit nesër në 23 prill. Do të jetë një itinerar që ju do ta prezantoni në Fakultetin Filologjik këtu në Tiranë. Ne jemi shumë nderuar që këtë vit jemi bashkë, le të themi, organizator, partner me Departamentin e Letërsisë për të celebruar në një mënyrë pak më ndryshe ditën botërore të librit. Sigurisht, departamenti ka programin e vet, ka gjithmonë shkrimtarë të ftuar, autor librash, cilët prezantojnë veprat e tyre dhe këtë vit është edhe një shkrimtar turk shumë i njohur, Tarik Tufan, i cili vjen dhe prezanton botimin e tij të fundit, po le të themi paraprirja e gjithë kësaj dhe mirëseardhja në këtë ditë është një ekspozitë e vogël që ne do të organizojmë në hallin qendror të Fakultetit Historisë dhe të Filologjisë, ku do të ketë disa artefakte interesante, gjithçka sigurisht e lidhur me letërsinë, disa çmime letrare, portretet Kadares, dhe aty do të prezantohet Tirana e Kadares, që në fakt janë disa itinerare letrare mbi të cilat është duke u punuar, dhe i pari do të jetë Pallati i Ëndrave. Kjo është një nismë. Si është konceptuar ky itinerar që ndoshta nuk është shumë fizik? Do t'jetë edhe fizik. Do t'jetë edhe fizik? Do t'jetë edhe shumë fizik, sepse vetë Kadareja dhe raporti i veprës tij, personazheve dhe ngjarjeve me qytetin, jo vetëm me Tiranën, sigurisht me Gjirokastrën në nisje, po edhe me Parisin, është shumë i fuqishëm. Por ne sigurisht do të jemi në Tiranë. Do t'jetë edhe fizik, do t'ja shpjegoj se sa fizik do t'jetë. Dua të theksoj në fillim që Tirana e Kadares ka qenë një nismë e muzeut që në çeljen e tij në vitin 2019, pra në këtë periudhën pak gjatë pandemisë, nga drejtoresha e asaj kohe e shtëpisë, drejtoresha e parë nga Ana Shkreli. Ne e rikthejmë këtë lëvizje mirëfilli kulturore në një format tjetër, sepse gjatë gjithë kësaj kohe që unë drejtoj shtëpisë Studio Kadare, jam përpjekur të kuptoj pak sjelljet e vizitorëve, çfarë kërkojnë ata, sa kohë kanë në dispozicion, çfarë duan. Dhe sigurisht është e pamundur që ti të gjesh një individ apo një grup individësh që të vinë me ty nëpër Tiranë gjatë gjithë ditës. Kështu që
u pa e udhës që itineraret të jenë disa dhe të jenë të veçanta për disa vepra të ndryshme dhe të caktuara. Nuk e nisë me generalin, edhe pse ai do t'jetë itinerari dytë që është duke u përgatitur dhe do t'jetë gati, e fillua me Pallatin e Ëndrave pikërisht për këtë arsyen se është edhe fizik. Marka Lemi del nga shtëpia e tij në rrugën Mbretërore, sot rruga e Barikadave, shumë familjare edhe për ty. E kam bërë sidomos gjatë viteve të gjimnazit shumë vite. Eksakt, sepse aty fillon, pra në atë zonën e gjimnazit Sami Frashëri, dhe lëviz pastaj në Shesh Skënderbej, shkon te Kafe Flora, te Banka e Shqipërisë sot, te Xhamia, te Sahati, te Ministrit, dhe përfundon në Komitetin Ekzekutiv të KOS, Selia e Kuvendit të Shqipërisë sot. Kështu që ja që është edhe fizik. Pra që ky është një itinerar që do t'i propozohet ta bëjnë atyre që vinë ose do të vinë të shohin muzeun. Ne do t'ju propozojmë atyre që mund të duan të marrin vetëm këtë itinerar pa e parë muzeun, apo atyre që duan të bëjnë të dyja. Do t'jenë specialistët e muzeut, cilët do t'i udhëheqin të gjitha turet në për Tiranë. Do t'jetë dhe tur shpjegues, do me thonë përveç se përvoj fizike. Do t'jetë një tur shpjegues përmes veprës, sigurisht gjatë gjithë kohës që lëvizet, është llogaritur që t'jetë diku jo më shumë se 1 orë 30 minuta, idealja do t'ishte 1 orë 15 minuta, se kaq kohë kanë njerëzit për të bërë një gjë të caktuar në Tiranë. Dhe aty do t'jepet informacioni, duke filluar nga Pallati me Kuba, i Ismail Kadares, i arkitektit Max Velo në fakt, dhe për të shkuar pastaj në këto pika të rëndësishme të Takimit Tiranës, cilat janë. Patjetër që Marka Lemi, pra personazhi kryesor i Pallatit të Ëndrave, shkojnë dhe vende të tjera, por ne kemi zgjedhur, po themi, itinerarin letrar që i shkon, le të themi, një guide të tillë, dhe aty patjetër do të lexohen pasazhe nga veprat. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pra edhe ata që nuk e kanë lexuar Pallatin e Ëndrave, mendoj që do të kenë një nxitje shumë të fortë për të shkuar drejt leximit të veprës, kështu që është shumë fizik i gjithë turi. Një tur fizik dhe që bashkohet shumë bukur edhe me faktin që ky është 90 vjetori i lindjes shkrimtarit madh Ismail Kadare. Po, ka qenë një nga, le të themi, nismat tona që në janar, në fakt ne kemi shumë muaj që punojmë, sepse këto nuk janë projekte që bëjmë brenda natës, pra janë përmbysur disa herë, le të themi idetë se çfarë do t'ishte formula ideale dhe më funksionale dhe që njerëzit do ta pëlqenin dhe do ta merrnin. Dhe po, brenda kësaj pranvere, ne do të kemi gati 2 itineraret e para, Pallatin e Ëndrave që do t'jetë me njëherë në nisje të majit, do të eksperimentohet me grupet e para, dhe deri në fund të muajit maj do të kemi gjithashtu edhe Generalin e Ushtrisë Vdekur, në të njëjtën logjik. Dy nga veprat më domethënëse të themelore, po do të kemi edhe të tjera pas këtyre, të paktën 4, dhe po bëhet në kuadër të 90 vjetorit të lindjes së Ismail Kadares. Ai kishte ditëlindjen më 28 janar, por ne si muze, në partneritet me shumë institucione të tjera, kemi vendosur që gjatë gjithë vitit të kemi pika të rëndësishme ndalese në vështrime të ndryshme për veprën, për jetën, për kontributin, dhe kjo çon përpara pak dhe vizionin e muzeut që të shtëpisë Kadares, që muzeu nuk është një, po themi, vend i ngurtë, edhe që ti duhet domosdoshmërisht të hysh brenda për t'u njohur me trashëgimin që ka aty. Jo, muzeet në gjithë botën janë të lëvizshëm, duhet të jenë të gjallë, duhet që muzeet të shkojnë aty ku njerëzit janë, që t'i nxisin ata, të kenë një lloj qasje tjetër me institucionet dhe me trashëgimin e tyre. Kjo është një filozofi shumë e bukur që i afrohet edhe filozofisë që kanë fakt muzeet jashtë. Eksakt, nuk duhet të bëjmë shpikje, duhet vetëm që të marrim përvojat më të mira edhe të mund t'i përshtasim në vendin tonë. Nuk ka asnjë muze serioz në botë që nuk e bën këtë gjë, që nuk komunikon me të tjerët, që nuk këmben ekspozita, që nuk këmben përvoja, që nuk këmben objekte, që nuk këmben projekte të ndryshme. Kështu që dhe ne pak nga pak po përpiqemi që ta bëjmë këtë gjë, sepse
Kadareja më shumë se kush do tjetër, jo vetëm e meriton, por është më përfaqësuesi për ta bërë këtë gjë. Nuk ka një vend të botës që ti mund të shkosh, po flas në mjedise elitare, se sigurisht që mund të shkosh diku edhe mund mos e njohin kadaren, por ne e dim nga vizitorët që vinë në muze, që vinë gjithmonë me një libër të kadares të çantë në gjuhën e tyre dhe kemi garancinë absolute që kudo që të mund të shkojmë në mjedise të tilla, do të mund të ketë një eko shumë të mirë për promovimin e veprës së tij, shtuar këtu edhe faktin që ato imazhe që ju pat nga muzeu janë objekte 100% autentike të kadares, të cilat për fatin ton të mirë, por për fatin e keq të Shqipërisë edhe të botës, gjenden vetëm aty. Vetëm aty tek muzeu. Pra nuk ka një vend të dytë në botë ku ti mund të shkosh edhe mund të takosh kadaren përmes objekteve dhe historisë së jetës së tij, pra në ambientet ku ka gjalluar. Patjetër që është shtëpia e tij e lindjes Muzeu në Gjirokastër, por për shkak të jetës që ajo shtëpi ka pasur, është rënuar, është djegur, autenticiteti i saj sigurisht që nuk është optimal. Kështu që në këtë pikpamje është i vetmi vend ku mund të ritakohesh edhe në një mënyrë mistike, fizike me Ismailin. Anisa, si është interesi për të vizituar muzeun e kadares? Sepse në këtë periudhë Tirana vuan pak, ka të mbyllur galerinë, ka të mbyllur muzeun historik kombëtar, kështu që ka më pak pika ku mund të drejtohen sidomos turistët e huaj. Okej, shkojnë tek shtëpia e gjetheve, shkojnë tek bunkeri, po është një eksperiencë tjetër të vizitosh shtëpinë e shkrimtarit më të shquar shqiptar. Duhet të mbajmë parasysh diçka, që edhe në botë, shtëpitë e shkrimtarëve të kësaj natyre nuk janë absolutisht vendet më të vizituara. Madje, nëse do të ishin vendet më të vizituara dhe do të prisnin një fluks turistësh shumë të madh, do të ishte gabim, sepse nuk janë hapësira të cilat mund të përballojnë fluks të madh, nuk duhet ta përballojnë. Pra këto janë hapësira të cilat lejojnë vizita me grupe të vogla, vizita intime, ku njeriu merr kohën e tij që të kuptojë. Pjesa tjetër është që dikush që vendos të vizitojë shtëpinë e një shkrimtari, patjetër që duhet të ketë lexuar diçka për të, përndryshe e ka shumë të vështirë që ta marrë vendimin për të futur brenda. Duhet ta njohësh, ta kesh lexuar, pastaj ta vizitosh, ta takosh. Kjo nuk e bën, le të themi, shtëpinë Studio Kadare pra një pikë masive. Po ka hyrë ajo në itinerarin turistik? Ajo ka hyrë në itinerarin turistik, sepse të paktën për një vit e gjysmë që unë e drejtoj institucionin, kemi kontakte me agjencitë turistike të cilat sjellin turistë të huaj dhe kanë filluar grupe të cilat e vizitojnë. Vizitorët të huaj janë shtuar, për shembull në raport me vitin 2024-2025 kishte gati 60% vizitorë të huaj më shumë në shtëpi. Ky vit ka një tendencë të paktën deri tani, dhe pse nuk është shumë e kuptueshme sepse 3 muajt e parë të vitit nuk janë ata me fluksin më të madh të turizmit kulturor, se duhet theksuar edhe kjo, ky është turizëm kulturor. Pra janë këto muajt e pranverës ato që e përcaktojnë dhe sigurisht shtatori deri në nëntor. Por trendi është gjithmonë në rritje dhe ajo që është edhe më e rëndësishme është që shkollat, për shkak të programit të edukimit që ne kemi, nxënësit e shkollave janë shumë prezent. Për shembull, sot ka qenë muzeu i të mbushur, nesër gjithashtu kemi ture të planifikuar, pra çdo ditë nuk ka një ditë që nuk ka një grup nxënësish në muze dhe kjo është ajo më shpresë plota. Anisa, gjithmonë përvoja në muze, ose të paktën ato muzeumet e famshme të huaja, ku kemi pasur mundësin, edhe unë të shkoj personalisht, janë vërtet përvoja shumë të gjalla. Do me thënë, ka një ndërveprim me vizitorin. Ti nuk e thjesht ai vështruesi i ftohtë i diçkaje që shkon në muze, që gjen në muze, por je njëri që e përjeton atë. Tani si është kjo mënyra e ndërveprimit me objektet e kadares atje, me artefaktet, me vendin ku Kadareja në fund ka kaluar një pjesë shumë të rëndësishme të jetës tij. Ne kemi diçka që mendoj, pa modesti e them, nuk e ka asnjë muze në Shqipëri, që ne çdo vizitori që hyn brenda i ofrojmë një guid. Pra specialistët tanë janë aty për t'i ofruar guid
sikur edhe një të jetë, sikur edhe me pak interes të jetë, ai është aty për t'i ofruar një gujë dhe jo vetëm në shqip, por në anglisht, në frëngjisht, në italisht, në turqisht. Gujdat tona zyrtare janë të përkthyera gjithashtu në gjermanisht, në spanjisht. Pra në disa gjuhë për t'ia ofruar të gjithë turistëve në serbo-kroatisht, janë duke u përkthyer në polonisht, jemi duke menduar ta përkthejmë në gjuhën kineze. Jo pse kemi një fluks të madh vizitorësh, po duam që gjuhët e mëdha të jenë aty të përkthyera që cili do vizitor ta gjejë veten. Dhe përvoja është më shumë se gjallë, sidomos për shkak të këtij interaktiviteti që ka guida me vizitorin. Dhe kjo është vërtet një ndjesie e jashtëzakonshme edhe për ne, sepse vizitorët kur largohen thonë gjithmonë, ne erdhëm skeptik, po është gjëja më e mirë që kemi bërë që jemi futur këtu, sidomos kur kuptojnë që aty gjithçka është autentike. Studioja e shkrimtarit është e ruajtur tërësisht ashtu. Anisa, gjithmonë kur del nga një muzeum, kërkon që të marrësh diçka me vete, një kujtim, një shenjë, apo diçka që të tregoj të të lërë gjurmë nga ajo mbresë që ti ke përjetuar aty. Kur erdhe në studio, sot më solle një blog që është një blog special i studios Agolli Kadare, i muzeumit, më solle edhe këtë çantën që është... Kjo është specifike për ditën botërore të librit, që do të librit, shpërndahet nesër. Dhe unë jam ekologjiste në përgjithësi dhe më pëlqen të... Por pas ka firmën e Kadares, ka siglën e Kadares. Ka siglën e Kadares. Në përgjithësi, muzeumet shqiptare çajlojnë te kjo pjesë, nuk kanë objekte, për shembull muzeumi duhet të shesi në këtë kuptim, meqense është muzeumi dy shkrimtarëve tanë më të mëdhenj, të kishte edhe libra që kush vjen aty mund të... Është më e pakta që duhet bërë, po këtu ka një ngërç i cili shkon përtej një institucioni të caktuar. Pra, në Shqipëri, në asnjë prej muzeve, qofshin këta vendor, apo qofshin këta qendror, që varen nga ministria... Nuk dot objekte autentike. Jo, nuk riprodhojnë dot asgjë për të pasur këndin e tyre të suvenireve. Ky është një ngërç ligjor që unë të falenderoj që ma bre pyetjen, se ndoshta dikush është duke dëgjuar tani edhe duhet patjetër të vetëdijsojnë ata që e kanë në dorë që nuk mundet të vazhdojë kështu. Nuk ka asnjë turist që hyn dhe nuk e kërkon këtë gjë dhe është e pa imagjinueshme se si një shtëpi shkrimtari mund mos shes dot një stilolaps, një kartolin, një blok, një libër, një nga librat e shkrimtarit. Por realisht kjo është diçka, kjo është një pengesë e madhe ligjore që në dijenin time është duke u filluar të lëvizet, vetëm Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka bërë një përpjekje që të ketë këndin e vet, edhe ajo ishte një tentativë që nuk funksionoi dot shumë mirë, sepse gjithmonë është ky ngërç i riprodhimit, i tenderave që duhen bërë etj, dhe nuk është zgjidhur kjo gjë, por duhet zgjidhur një orë më përpara, e para sepse kjo është një mundësi shumë e mirë që të rritet të ardhurat, që të mund të rikthehen pas në cilin do prej muzeve tanë për të investuar dhe për të përmirësuar shërbimet që ne ofrojmë. Dhe e dyta, sepse nuk mjafton një fotografi, duhet patjetër një shenjë, siç ne kudo që shkojmë në botë, marrim me vete diçka, është më e pakta që mund t'i ofrojmë një vizitori që zgjedh të na vizitojë. Kush vjen tek ai muze, ka fatin të hyjë në një pallat historike. The pak më parë që është vepër e arkitektit Max Velo, po ai ka qenë një pallat artistësh. Aty banonte Kadare, sigurisht dhe Agolli, banonte kompozitori i famshëm Fehim Ibrahimi. Familja e tij ende jeton aty. Domethënë është një pallat artistësh. Një pallat i privilegjuar i kohës. Po, ai është pallati me Kuba. Dhe sot gjen gjithmonë më pak godina të tilla që të bartin kaq shumë histori. Është e jashtëzakonshme që ajo godin është ende aty në mes të kryeqytetit, edhe në mes të kullave tani. Dhe vazhdon të quhet Pallati Kadares. Po, është e arkitektit Max Velo, për të cilin jo vetëm për këtë sigurisht, sepse kishte kohë që ndiqej, po edhe për këtë Max Velo e pëson, sepse u asociua pak me kubizmin fasada e tij, me ato balkonet me kuba, ndërkohë interior dizajnin e apartamentit të Kadares e ka bërë po Max Velo, ka disa element aty, një oxhak, një derë rrëshqitëse, të cilat janë konsideruar si shumë avantgardë. Në akt akuzën e Max Velos, këto element, pra deri dje ne mendonim që ishte një legjendë urbane, në fakt
kur ekspozuam akt akuzën e Max Velos në muze, kuptuam që nuk ishte as pak një legjendë urbane, këto ishin të përfshira në dosjen e tij. Dhe besoj që shpjegimeve të muzeut Kadarea Golli të kësaj studioje i shtohen edhe shpjegimet për historinë e atij pallati. Vetëm vetë se ja shtojnë vlerat. Absolutisht po, dhe në projektet tona të ardhshme është që në fakt guida në muze duhet të fillojë poshtë për të shpjeguar në fillim historinë e ndërtesës, dhe më pas të ngjitemi në 2 apartamentet e shkrimtarëve, të cilat gjithashtu janë shumë specifike, sepse janë të vetmet apartamente që janë bashkim të 2 apartamenteve. Pra janë apartamente shumë me një sipërfaqe të konsiderueshme. Një pjesë, pra nga hyrja kryesore, është hapësira, le të themi, publike, është studioja, është salloni, dhe pjesa tjetër e apartamentit të dytë, po që janë në fakt një, me 2 hyrje nga të 2 shkallët, është pjesa private, dhomat e gjumit, kuzhina edhe pjesa tjetër e shërbimeve. Kështu që në këtë pikpamje, vetë Godina është një histori e Shqipërisë, përmes jetës arkitektit edhe fatit të tij, që mund të mishërohet edhe përmes këtij objekti, dhe pastaj sigurisht fakti që të 2 shkrimtarët kanë jetuar secilin e ato apartamente dhe aty janë të gjitha objektet autentike dhe parketet janë ato të asaj kohe dhe gjithçka është mundur të ruhet, është aty dyert, janë po ato, pra nuk është ndryshuar asgjë. Sigurisht me masa sigurie të një muzeu tani më, por duke mos prekur atë që e bën të rëndësishëm atë apartament, ato 2 apartamente. Anisa, nesër dita ndërkombëtare e librit, si e sheh të marrëdhënien që kanë shqiptarët me librin? Gjithmonë edhe nga puna me përkthyesit, me botuesit, me shkrimtarët, në çdo kohë janë ankuar që shqiptarët lexojnë pak. Por kemi parë që sa herë ka panajire libri, ka një dyndje. Është më shumë një vizit ajo nëpër panajire, apo thjesht është ideja që shkojmë panajir, blem libra pak më lirë edhe me atë 3-4 ditë të panajirit shuhet kontakti ynë me librin? Shko, ka disa teori edhe ne që e gjithë bota e ka marrëdhënien e vështirë me librin, fakt ky është një problem global, po ne kemi pa diskutim specifikat tona, të cilat tani më po hyj pak në rolin e gazetares, cilat kanë lidhje e para me politikat publike të munguara. Flas për politikat ndaja kombëtare, të cilat nuk e kanë në qendrën e vëmendjes së tyre shtimin apo nxitjen e kontaktit me librin. Pra biblioteka gati inekzistente në qytete, biblioteka shkollash, të cilat vitet e fundit kanë filluar të pasurohen, por jo në nivelet që të mund t'i përgjigjen nevojave të nxënësve, me lista të dyshimta, të cilat jo gjithmonë përfaqësojnë atë që është më e mira e botuar aty jashtë, pra kemi një klientelizëm të padiskutueshëm dhe në këtë drejtim. Dhe sa i takon pastaj panajirit të librit, unë mendoj që panajiri e bën sa mundet misionin e tij. Por çështja e leximit nuk është vetëm çështje panajiri. Nuk është vetëm çështje panajiri, është çështje për mua, është çështje e politikave kombëtare. Si në nivel, le të themi, makro, ashtu dhe në nivel mikro, pra secila nga bashkitë duhet bëjë më shumë, por mendoj që Ministria e Kulturës do duhet të ketë rolin që duhet. Të shohim sepse tani po përgatitet edhe ligji i ri për librin dhe ndoshta do të ketë më shumë risie dhe ndoshta një nxitje më të madhe për fushën e librit. Dhe meqense flasim për leximin, ndoshta nuk ka rënë leximi sepse duhet kemi parasysh që sot shumë njerëz lexojnë në mënyrë elektronike dhe mbi të gjitha lexojnë libra në gjuhë të huaj. Ndoshta kjo është edhe një nga arsyet që gjithmonë ankohemi që nuk shiten aq sa duhet libra. Po varet kush ankohet, ose. Po. Anisa Ömeri, të falenderoj shumë që ishe në studio, edhe të falenderoj për këtë nisëm të bukur, për këtë itinerar të librave të Kadares, që kush do të shkojë tek muzeu mund ta provojë si eksperiencë në fillim të majit. E vlerësoj shumë. Faleminderit shumë edhe punë të mbar. Ne do të vazhdojmë të mbetemi tek libri, sepse kemi një grush librash, si çdo të mërkurë në mbrëmje. Sonte bisedojmë me studiuesin Vebi Miftari për etnoletrat e letërsisë shqipe. Zoti Vebi Miftari është jo vetëm një studiues, por tani më edhe prej disa kohësh ambasador i Kosovës